Prandaj kanë ardhur në përfundim që kjo botë do të ishte ideale, do të ndoshta ishte reale që të kërkohet edhe perfeksionizmi, edhe përjetësia, sikur mos t'i kishte disa temeta. Temeta e parë që kanë thonë është që është pasiguria. Njeriu në shoqëron pasiguria gjatë gjithë jetës së tij, nga fillimi i jetës deri në vdekje, nga lindja deri në vdekje. Fëmiu kur është i vogël është i pasigurt. Kur fillon me ecë, prap ka nevojë për mbështetje familjare. Kur fillon në shkollë, fillimisht ka nevojë që të merr instruksione edhe familjare edhe të mësuesit e kështu me radhë. Kur përgatitet për jetën, është i pasigurt se ku të vendos rrugtimin e tij. Kur e merr vendimin për rrugtimin e tij, prap ka sfida të reja që i dhojnë pasiguri, kur do të martohem, me kën do të martohem, edhe nëse vendos edhe kalon edhe këtë pjesë, pastaj pasiguria mbretëron te ai njeri se a do të arrijë që t'i siguroj familjes së tij mjaftueshëm të ardhura. Pastaj kur ai Zoti e begaton me fëmijët e tij, prap ai ka pasigurinë se fëmijët e tij do të arrijë që t'u siguroj pasuri mjaftueshëm dhe a do të arrijë që ata të jenë të qetë dhe të jenë të pavarur nga vetë fëmiu. Dhe e gjen veten në pleqëri. Në pleqëri, pastaj pleqëria i ka sfidat e veta, kur është prapë i pasigurt, ndoshta që është i ngjashme me fillimin. Në fillim ndoshta nuk ka qenë i sigurt që dal vetëm për shkak se ka qenë i vogël, pasiguria e ka plën prapë në pleqëri, nuk guzon dal vetëm sepse frigohet që po mbes dikon. Dhe kjo ndoshta është e meta prej të metave më të mëdha që i ka jeta e kësaj bote. Prandaj do ta kuptojmë si realitet e kësaj. Ndoshta dëshmia më e mirë është Covidi. Sot gjithandaj kemi kompani të sigurimit, të veturave, të shtëpive, të shëndetësore, megjithatë këto nuk i mbulojnë dhe nuk arrijnë që Covidi na dëshmoi këto që sa miliard njerëz u izoluan për më shumë se një vit, për shkak të një smundjeve që nuk, do të thonë, njeriu ti tregoj se sa do që ti pretendon se i fortë, sa do që pretendon se i fuqishëm, prap do të kish nevojë për Zotin fuqiplot dhe do të kish nevojë që ta kuptosh realitetin e kësaj bote. Prandaj mos u mashtro. E meta e dytë kanë thonë që e kësaj bote pas pasigurisë është sëmundja. Ai njeri që pretendon idealen apo pretendon të pavdekshmen, një njeriu më i fortë fizikisht ndoshta sprovohet për një moment me smundje, prandaj edhe feja jon e ka potencuar këtë pjesë ku profeti Muhammed alayhis salam ka thënë dy gjëra njeriu nuk i vlerëson derisa ti humb ato, janë shëndeti dhe koha e lirë. Prandaj njeriu do ta vlerësoj shëndetin e tij dhe do ta kuptoj realitetin e kësaj bote. Prandaj ka shumë njerëz që ndoshta në një periudhë të jetës kanë qenë të shëndetshëm, mirë, po pjesën tjetër janë sprovuar me smundje, e që zakonisht pjesa e fundit e pleqërisë, njerëzit shoqërohen me më shumë apo sfidohen, sprovohen me më shumë smundje. Pika e tretë apo e meta e tretë e kësaj bote, e kësaj jete është pleqëria tek njeriu. Njeriu që synon idealen, plakut sado që i bën atraktive këtë jetë, ai thot ta gëzojnë të rritë, sepse ne nuk i shijojmë asgjë, domethënë nuk e shijon as ushqimin, nuk e shijon as shëtitjen, sepse lodhja, smundjet e kanë mund. Prandaj edhe ai thot që edhe një poet atje arab ka thonë, sikur të ishte kthyer edhe një herë rinia, që ti tregoj se çfarë më bëri shoqëri, çfarë më bëri pleqëria. Domethënë edhe kjo sot ka studime të ndryshme që synojnë dhe pretendojnë vonimin e pleqërisë, megjithatë kjo nuk arrihet. Dhe meta e fundit që i vë kapokun kësaj jete për ta kuptuar realitetin e saj dhe kuptuar se kjo jetë është e shkurtër, është vdekja. Historikisht janë mundu që ta ndalin, që të jetojnë përgjithsisht mirë, po nuk kanë mundur. Prandaj, besimi i muslimanit që beson në botën e përtejme,
që Zoti i Madhnushëm do t'i shpërblej njerëzit dhe kjo jetë është vend mbjellje për botën tjetër, e bën që t'jetoj me tmetat e kësaj bote dhe t'i menaxhoj ato.